Të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arrestimin e presidentit të Venezuelës Maduro dhe daljen në gjyq ditën e sotme në New York për të njohur me akuzat, ndërkohë që është mbledhur edhe Këshilli i Sigurimit, ku Rusia sigurisht me Kinën ka dalë kundër duke kërkuar lirimin e tij. Ka reagime të shumta ndërkombëtare, ndoshta edhe aleatët e Shtetet e Bashkuara janë në vështirësi për të pozicionuar në këtë rast për sa i përket legitimitetit të operacionit, pra që u zhvillua në Venezuelë dhe u finalizua mëngjesin e së shtunës me kohën zyrtare në Shqipëri. Për të folur për detajet e këtij operacioni, atë që ndodhi, enigmat se kush e tradhtoi Maduron, por edhe më tej çfarë kanë zbuluar mediat amerikane, do të zhvillojmë një bisedë me zotin Sadri Kortoçi, mik e emisionit ton, i njohur për gjithë ju, aktivist në Shtetet e Bashkuara, veprimtar. Kemi folur dhe kemi diskutuar, ai është mbështetës i shumë kauzave pro-shqiptare atje. Zoti Kortoçi, të përshëndes dhe të falenderoj shumë. Mirëdita. Mirëmbrëma nga Tirana. Urime për gjithë ju dhe shikuesit tuaj viti i ri 2026. Shpresoj të jetë një vit i mirë, i begat për ju dhe familjet tuaja. Një vit i mbar edhe për ju. Faleminderit. Zoti Kortoçi, tani enigma edhe misteri është, po e nisim me këtë fillimisht, se kush e tradhtoi, çfarë thon mediat amerikane, agjencitë çfarë kanë zbuluar. Sepse si ka mundësi që një diktator të bjerë për 46 sekonda. Nëpër mediat amerikane është shumë vështirë ta marrësh vesh se kush e tradhtojnë, vërtet, por fakti që ai u mor për një periudhë shumë të shkurtë edhe nuk u vras njëri as vetëm kishte disa kundërveprime masi ikën helikoptere domon nga ana e ushtrisë Maduros. Kjo ishte domon krejt e përgatitur për 6 muaj nga përmes shërbimit sekret amerikan që arritën të futen në Venezuelë edhe depërtojnë që të marrin gjitha informacionet, çdo lloj informacioni deri edhe ke lloji ushqimi që hante Maduro, pozicioni vendi ku ndronte vazhdimisht, domon se kishte pozicione, domethënë vende ku qëndronte. Po. Domon aty sigurisht se Amerika pati bua edhe një sasi 15 milion 15 milion lek, sigurisht që dikush aty nga brenda nga pjesa e stafit i ka arrit që me dhoni këto informacione, se nuk ka asnjë lloj mundësie. Fakti se tradhtari ishte brenda. CIA kishte arritur të depërtonte deri tek rrethi i kusht. Kur partnerësia e një diktatori, domethënë që mbahet në mes forcës edhe mes ushtrisë edhe mes një sigurimi që ndoshta ai mendon se është mjaft i sigurt për atyre, dhe kur ti e humb besimin ke leadershipi jot, atëherë në një moment kur vjen momenti edhe do të tradhtosh. Edhe kjo duket sigur ka qenë domethënë arsyeja kryesore se si u arrit mu kap në banesën vet. Përveç asaj, duhet me pa dhe kushte, domethënë se në momentin që ata ekzekutuan, nuk është ekzekutimi i parë që bëhet, sidomos me 3 janar. Amerika i ka bërë dy gjëra të tilla, domethënë kanë vrarë një lider Sulejmanin, po. Sulejmanin ka qenë njëjtën gjë në janar me datën 3. Kanë duket se kanë marrë edhe ish presidentin e Panamas para 20 janar. Domethënë këto mendime, këto veprime janë të përcaktuara, janë të menduar shumë qartazi. A ka qenë diçka që bota e ka përshëndet? Këtu ke 2 lloj vjush, ke vju domethënë njerëz që nuk pajtohen me ata, njerëz që pajtohen me këta. Ti pyet shqiptar, gjithë shqiptarët në vërtet janë se pothuajse kanë
të njëjtën situatë në vendin e tyre, domethënë me vjedhje votash, me manipulim zgjedhësh, me një diktaturë, me një autokraci, me një shtet që është lidhur me thellësisht me kartel të drogës, atë shqiptarë sigurisht që do përkrahin veprimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërsa në aspektin e ligjeve ndërkombëtar nuk është në bazë të parimeve drejta ndërkombëtare, është ndërhyrje brutale në një shtet sovran, sikurse është Venezuela. Pa marrë parasysh se Venezuela është shtet diktaturë, është shtet në varfëri të skajshme për arsye të leadershipit, thjesht është shtet sovran. Dhe asnjë lloj drejte Amerika nuk ka që të shkojnë edhe ta heqin, domthon këtë gjë forca Amerikës, këtu tregoj se është shtet i fortë edhe mbi zotron mbi Kinën, mbi Rusinë, dhe nuk mundesh me lujt shumë, si me thonë shqip, mos mundesh me lujt shumë me Amerikën pasi nuk i dihet se ku të godet. Ndërsa ke aspekti i thyrjes së ligjit ndërkombëtar, kjo në vërtet nuk është përkrahur nga shumë vende të botës, pasi quhet sikur pushtim i një shteti sovran nga një fuqi e madhe siç është Shteti i Bashkuar të Amerikës. Por gjithë ngjarjet e aktualitetit sot të majtit e kundërshtojnë, të majtit amerikanë e kundërshtojnë ndërhyrjen e Trumpit, pasi kjo ka qenë është bë pa miratimin e Kongresit Amerikan, nuk është pyet Kongresi, është te kalu Kongresi Amerikan, edhe sikur se thash përpara, edhe në bazë të konventave ndërkombëtare ti nuk ke drejtën as lloj drejte të ndërhysh mbi një shtet që është sovran. Këta shteti amerikan, propaganda amerikane, mediat amerikane, gjitha domthon tehet janë se shteti i Venezuelas, Maduro, ka qenë lidhur me drogën, me krimin, edhe ka influencuar sigurinë e shtetit amerikan. Unë e shoh, ndoshta e shoh se nga që kam qenë kam punu në një shtet, se ka qenë Shqipëria, dikur pa marrë parasysh shteti i vogël, madh shtetin, pak a shumë funksionojnë të njëjtët. Shteti amerikan është konsumatori më i madh i drogës, me popullsinë që ka, domthon popullsia amerikane është the biggest konsumatori më i madh i drogave. Gjitha droga që futen në Amerikë futen përmes kufinit, përmes tokës, ajrit, illegally. Edhe sikur ta marrim edhe një diçka që ndoshta nuk ndodh asnjë, edhe sikur Venezuela mos eksportoi ose mos prodhoi asnjë gram drogë, Amerika prap do ta gjon drogën. American consumer, ata njerëz që konsumojnë drogën do të kenë njëjtën sasi në vendet ku jetojnë, domethënë nuk e pengon as pak ajo që Venezuela u godit, edhe kartelet e drogës Venezuelës u goditin. Goditja du me qenë këtu, pasi këta njerëz që bajnë pjesë që nga federal borders e njerëzit që merren me DEA, du me pas kontrolin që me ndalu drogën marrë nga jashtë Amerikës. Këta nuk e ndalojnë drogën që vjen nga jashtë Amerikës, po shkojnë e ndalojnë atje ku prodhohet, edhe me atë ideologji edhe goditin. A është bë mirë për popullin e Venezuelës që i është shesh një diktator? Pa dyshim që po. Por a është e drejtë? Nuk është e drejtë. Unë e them gjithë njerëzit që kam biseduar më thanë kjo është tipo del kundra Trumpit. Thash nuk dal kundra Trumpit, nuk dal kundra, kjo është, unë mendoj kështu. Disa njerëz tjerë mendojnë ndryshe. Shqiptarët, sikur të thash, kanë rastin e viteve 98, domthon kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë godit Miloševićin, ushtrinë serbe, po kjo është rast se ka qenë i pushtu nga një pushtues tjetër.
edhe shqiptarët janë mirënjohës për gjithë jetën Shtetet e Bashkuara të Amerikës me veprimin që kanë marrë. Edhe ndërhyrja që bane ke Venezuela, si me thonë, i entuziazmon shqiptarët. Por janë dy ngjarje komplet ndryshe. Këta e paraqesin si vend diktature, vend që është rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes drogave, por unë nuk e shoh se është drogat e Venezuelës e kanë ndiku ke siguria e Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Këta drogat mundën me ndalu shumë lehtë, nuk është e lehtë me ndalu, po mundën me ndalu mos përdorimin, e mos, domthon gjitha vinë përmes porteve, përmes Kanadas edhe arit. Një prej këtyre rrugëve futet droga në Amerikë. E kush janë ato që futin drogën? Përveç se aty njerëzve që janë kartel, që kanë lidhje të garantojnë se shumica kanë lidhje me DN edhe me këto njerëz që kontrollojnë kufirit. Kështu që këtu është thjesht pasi Venezuela, Maduro bani kontratë me Kinën, që të shfrytëzojnë ollin ato kompanijat e vajt, bani lidhje me Kinën, me Rusin edhe me Iranin. Gjitha këto janë arsyet se fillon me bo shkëmbime edhe e tërhoqën dollarin nga marketi i marrëdhënieve, e këtyre shkëmbimeve që bëhen për vaj, shqip, naftë, gaz. Edhe dollari amerikan u spostua. Kështu që këto fuqitë e mëdha, sikurse Kina, Amerika, Rusia, këto fuqitë që kontrollojnë botën, sot Amerika e pa që nëse Venezuela ka me bë tregti me Kinën, me këto vende tjera, Amerika edhe nuk e bën tregtin mes dollarëve, përmes dollarit i bien edhe vlera, domethënë edhe fuqia derisa dollarit bie, çmimi i gazit rritet, ekonomia amerikane normalisht të goditet. Kështu që përpara se kjo ndodhin, Trumpi bane atë veprimin që pam ne domethënë për 48 minuta, shkoi e mori kjo dhoma e gjumit. Por çfarë ndodhi sot që doli përpara gjykatës? Ishte një scenar kinematografik, mënyra e transportimit. Nuk e pash në vërtet se isha shkova në gym, në palestër, por nuk e pash që ka dalë në gjysh, po sikur se thash, media, propaganda është kudo, pothuajse e njëjtë. Kjo, sikur me pa këto komentet në për Facebook, thonë ka akuza federale që nga 2020, tash do vi në New York. Për mu nuk duken komplet qeshake. Jo se jam simpatizant i Maduros, Maduro është ti shikosh veprimet e Maduros, se po ndëgjosh atje në për media të lira, domthonjë jo në për televizor, domthonjë të vendeve ndryshe, po thjesht njerëz që kanë kanalet tyre në YouTube, edhe se si e shprehin, domthonjë se si ka në pushtet, si është ngrit nga një hiç, nga një shofer autobusi ka arrit më bë president, si ka marr ato mandaturën e parë dhe si ka marr dytën, domthonjë thjesht e shpjegojnë, ka manipulu zgjedhësit, ka fut njerëzit që kanë ikë jashtë shtetit, të paktën vetëm këto vitet e fundit prej 10 vite e fundit kanë ikë për 7 milion venezuelan. Kanë ikë nga vende, pas represionit që ka dhënë Maduro. Eksakt e njëjta situatë në Shqipëri. Ka përdor administratën, ka përdor ushtrin, ka përdor policin me intimidua elektoratin që me qenë në pushtet. E njëjta gjë sikurse në Shqipëri. Eksakt mënyra se si sot Edi Rama arrin pushtet, se si ka fitu pushtetin në një vend kur kryeministri i një vendi del edhe thotë që unë do fitoj kaq mandate.
Domthon, aty e kupton se si manipulohen zgjedhjet e atij vendi. Atëherë, mënyra se si ka fitu zgjedhjet, se si ka qenë i palegjitimur, atëherë edhe mediat amerikane e paraqesin sikur është e arsyeshme, domthon është me logjik ajo që presidenti Trump e boni me arrestimin e tij. Por tani kush e ka rradhën pas tij, sepse Po problemi është nuk është sikur se thash, nuk është problemi as te droga, as se ka qenë Trumpi ka qenë shumë zemër mirë për popullin e Venezuelës, se me qenë puna për me qenë aq zemër mirë Trumpi do kishte ndihmuar Palestinën. Ke vende që kanë diktatura dhe më të fuqishme, është North Korea, që është domthon shtet komplet diktature dhe s'ka basi lloj veprimi. Thjesht është problemi ke balancat ekonomike, domthon se Amerika po shef se Kina është një superfuqi që këta nuk e pranojnë, por në vërtet kinezët kanë arritë shumë më shumë se sa ne. Nuk është shtet i kontrolluar nga domthon është komplet shtet me një parti, por ekonomia kineze është shumë më përpara se ekonomia amerikane. Domthon GDP e Amerikës është shumë e madhe, por fakti është se ata po ecin me hapa galopant. Edhe si duket ato terrenet e biznesit po ndryshojnë, pasi shtetet e ndryshme janë të interesuar me bë biznes me Kinën, jo vetëm me Amerikën. Edhe kur Amerika e shef që ato territoret e biznes po e humbin, atë ndodh ajo që ndodhe me Venezuelën. Kështu që këto janë probleme shumë të tilla, thjesht është te mënyra e kontrollimit të komplet hemisferës amerikane, si me thonë, sikur veriun, sikur jugun e Amerikës, që me qenë territore amerikane që mos më arrit kush me bë biznes me Amerikën përveç Amerikës. Edhe kjo është edhe arsyet e gazit, domthon të naftë, si me thonë që Venezuela ka sasinë më të madhe në gjitha shtetet e botës, domthon sasia që prodhon Venezuela është në ndër më të mëdha në botë, pastaj vjen Irani, pastaj vjen Arabia Saudite, domthon gjitha këto edhe me Iranin, edhe me Arabinë Saudite, edhe me Venezuelën, Venezuela këta vetë kanë sjell në këtë pozitë Venezuelën pasi kanë vu sanksione për 20 e sa vite. Se përpara dhe në vitin 1976 kanë qenë kompaniat amerikane që kanë shfrytzuar domthon rafineritë e vajit në Venezuela. Dhe kur u preshën me këto, atëherë filluan sanksionet, e morën qeverinë, e kthyn qeveri komplet socialism, si më thonë socializëm, u varfru populli edhe në një varfëri të skashme, një diktatur, në një shtet autoritar, sikurse e shohim sot Venezuelën, domthon që sikurse tash në shumica e popullisë janë komplet në varfëri të plotë. Do të kortoqi, por për ta lidhur edhe me Shqipërinë, Trumpi përveç se pezulloi lotarinë për gjitha vendet, dje kishte një postim për familje shqiptare që përfitojnë ndihmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gati 41.3%. Pa futur këtu dhe ne që kemi diskutuar më parë atë ligjin e miratuar në Kongres për ato 90 ditët e kontrollit në Ballkan. Po mendoni që po i vjen vërtet edhe Ballkanit përveç problemeve të veta aty në hemisferën perëndimore në Amerikën Latine? Pra çfarë nuk kupton nga këto? Atë unë e kontrollova atë që ma dërgove ti djenë vërtet, edhe nuk në bazë nëse pyete ChatGPT e futa në ChatGPT dhe pyeta, i thash, a është vërtet që Donald Trump ka bën një postim në Truth në median e tij Truth Social dhe ka thënë që 46% e kosovarëve që jetojnë në Amerikë dhe 41% të shqiptarëve të Shqipërisë
marrin asistencë sociale, tha që nuk është e vërtet. Asnjë rekord nga ana e këtyne që marrin rekordet qeveritare nuk tregon që 41 deri në 46% Kemi ishte në faqen e tij në Truth Social. Truth Social ishte ajo në vërtet, por nuk nga këto burimet qeveritare, domethënë që nxjerrin gjithmonë dhëna për këto, nuk ka asnjë lloj burimi qeveritar që jep këto dhëna. Kështu ma dha se nuk dita se ku ta kontrolloj tjetër, ata është e vërtet ajo që ka nxjerrë ajo në Truth Social, po këtë që e bona unë, atë që më dërgove ti unë e futa në ChatGPT edhe ajo thot që nuk ka asnjë lloj burimi shtetëror që 41 deri në 46% shqiptarë amerikanëve marrin ndihmë sociale. Unë kam punu me komunitetin shqiptar për 15 vite, nuk ta them sinqerisht, nuk di një familje që ndoshta edhe kam taku, por ta di personalisht një familje që merr ndihmë sociale, pasi ndihma sociale këtu është sa me gati sikur me jetu në Shqipëri në vërtet. T'japin ndoshta $400, ta japin një banes që s'është ndoshta edhe ngelesh ashtu, domethënë ngelesh si gjys i burgos, as mundesh derisa po fillove punë ta heqin, ose i detyr me fillu punën ta heqin ato, po najte me ato je i komplet, domethënë si më thon, gjys njeriu. Unë nuk e di se ka, duhet me pas, po jo një në të sasi nëmërës. Unë pak a shumë për gjithë këto që i njoh paktën në New Jersey, New York, e di se me ata njerëz që kanë punu, kanë biznese, kanë punojnë, burrë, grua, fëmijë, domethënë nuk e di se nga i ka gjetë ato shifra që i ka postuar. Por për Shqipërinë pritni këtë vit që po vjen ndonjë lëvizje nga Shtetet e Bashkuara? Nuk me thonë me bo përënsime të vitit edhe baj përënsime, domethënë që nuk ka ma hamendje për këto, nuk e jap dot atë përënsim, pasi këta kanë politikën e jashtme, kanë pothuajse të njëjtë. Çdo qeveri, domethënë çdo si që kërkoj masi i gjati. Fakti se disa afrohen me të majtë, disa afrohen me djathit në përvendet ku këta kanë ndryshon qeveria sikur se Shqipëria, por sigurisht që me rastin e kësaj që ndodhi në Venezuela, opozita shqiptare, populli bezitar, ka përkrahin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. 100% nëse ata ngrihen protesta edhe arrin që ta arzojnë ramën, por absolutisht se besoj që përveç se përkrahjes nuk do i qunë parti tjadvishme ose parti terroriste si ku i qunë të ambasadore amerikane, por kanë supportin e plot të qeverisë amerikane, 100%, nëse ata arrin që pra ju po thoni një goditje nga brenda, jo nga jashtë. Goditja duhet qenë nga brenda, dhe përkraja është e sigurt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse pasi sikur shifin edhe lajmet, domethënë menjëherë me arrestimin e Maduros, menjëherë opozita në Venezuela, kryetarja, domethënë personi që është opozit është shkruar në Venezuela. Edhe mediat amerikane e kishin intervistuar. Domethënë i japin përparësi opozitës, pasi edhe atje opozita ka qenë sikurse në votimin e fundit opozita ka fitu, por Maduro e ka rrezu votimin, domethënë ka 10 votat. E njëjta situatë është edhe në Shqipëri. Kështu që opozita shqiptare, gjithë opozita, jo vetëm Partia Demokratike, por gjithë spektri opozitar, nëse janë serioz me heqramën nga pushteti, duhet më ngrit bashk, pa thonë jam me flamurin e PD-s,
jam me flamurin e Llapajt ose me flamurin e një partije tjetër se nuk e di sa që çdo ditë dalin parti të re, po më ngritë me dalë në shesh edhe me kërku ndërheqjen e Edi Ramës. E nëse kjo bëhet së bashku, atë edhe Edi Rama ka për tik, pasi nuk e ka bekimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zoti Kortoçi, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë të parë për këtë vit. Shpresoj që në vijim të vitit ne të flasim për ngjarje pozitive që lidhen me Shqipërinë, por edhe për sukseset e shqiptarëve andej. Unë t'jam mirënjohës shumë për kohën, për informacionet që ndat me publikun tonë. Të falenderoj edhe në emër të tyre, edhe për këtë të shpejtë dhe të shkurtër. Edhe shpresoj që të dëgjohemi sërish. Faleminderit, një ditë mirë.